nxënësit e mjekësisë në Instagramin tim në story kur hedh material dhe më kërkojnë materialet çfarë libri lexon ma kalon mua. Po shoqyr. Po janë të mjekësisë mo zotri, ato do bëjnë 6 vjet mjekësi për të na shëruar ne kur ne të shkojmë në spital. Të zhvillojnë researchin. Kjo është pra puna e mirë. Nuk kanë mundësi mo zotri se vinë nga rrethet i kanë prindë me rroga 500.000 lekë. Jo, kupton pra. Research është edhe ta kërkosh Gashit, se dhe mua më kërkojnë libra, ato me ti hap. Research është edhe ta kërkosh Dorinës. Pra, një student i mirë quhet ai, pse ti mendon se unë dhe ti që kemi. Fal, po shteti çfarë punë ka këtu që thotë kemi ndërtuar arsimin? Po shteti bën propaganda më ti, o Dorin. Ti e ke parë ministrin tonë? Edhe sa vjet do rezistoj me propagandën? Të rjetën, kemi rezistuar në 45 vjet me Xhaxhin Enver, nuk po rezistoj kemi edhe 45 tjera. Atëherë pse mos bëhet lëvizja konservatore, që ti bëjmë 5 ndryshime? Po të bëhet se s'bën, po kush do ta bëj? Kush do ta bëj Odorin se do mbështetje më shqiptari nuk të vjen nga pas. Harroja. Shqiptaria kërkon një fytyrë që nuk është as me këto as me ato? Po mirë. Okej, një sekond. Jo të lutem, një sekond ti tash. I ke parë besoj kërkesat. I ke parë kërkesat? Sa është ora tash? Ora është 9:30. Po. E di ku i ke shqiptarët? Më thuaj. Para histerisë kolektive. Xumi nënës që ka zënë Xumi me Rozanën. E mbamën vjet? Luisi nënës. E mbamën vjet që doli emri. Protesta për Luisin, ky është shqiptari. Të kujtohet vjet që doli emri për të futur në Big Brother? I thash po do vi, e kam bërë edhe këtë gjë. I thash po do vi. Respekt për këtë. Ato ditë, tallur me endemolin. Jo, ato ditë më dëgjoj me vëmendje. Ato ditë u mbyll parlamenti, që u largua opozita dhe u vu dryri parlamentit. Të kujtohet çushën? Po si nuk folin një media që s'kemi opozitë. Dhe fliste media do jetë Dorina në Big Brother dhe unë nxorra një foto dhe thash, ne nuk kemi parlament, po kemi Big Brother. Të kujtohet? Aty është postimi im. Domethënë, kjo është turpi më i madh i moshës mature që jemi na. Ne jemi një brez që duhet punojmë për kë, për atë që theti që parë, ne s'kemi punuar për fëmijët tanë, na vi turp, të kujtohet? Po. E the para gjysore dhe në momentin kur Dorina është e ndërgjegjshme për këtë dhe thotë jo nuk do futem për interesat e mia, ishin mirë fitim në Big Brother. Po. Sepse këta ne s'kemi parlament, këta po tallen me popullin për ta çuar drejt një indoktrinimi të tillë, për të promovuar antivlerën, për të promovuar budallallëkun. Unë nuk them mos kemi spektakle. Por nuk është momenti i medias t'i bëj 100% reklam Big Brotherit dhe 0% një lajm që populli nuk ka një zë opozitar. Nuk ka rëndësi PD-ja dhe kush parti të jetë. Apo konservatore që do ndërtohet. Mos më intereson fare mua politika, mua më intereson mënyra se si këta përdorohen dhe as për atë televizion nuk më intereson fare, mos ato janë disa biznesmenë, janë disa zonja biznesmenë që maksimizojnë fitimet e tyre, minimizojnë kostot. Fito sa më shumë, paguaj sa më pak është teoria e biznesit, e merkantilizmit, jo e biznesit. Mua më intereson ti që i smur dhe shkon prapë te kasapi. Pikërisht. Ti, më thënë, ky popull idiot që shkon edhe vete shikon zihet për Luisin edhe për Big Brotherat për gjitha. Mua kjo ma caron, Odorin. Dhe kjo më vret shpresën mua. Dhe një pikë tjetër pse duhet më votojnë shqiptarët. Kuptohet që me mua nuk ka kompromise, është kuptu herët. Kudo, në jetë private, në jetë shoqërore. Sa lekë do t'i japësh për votë? Nuk s'ka lek me mua, e din. Do të kërkojnë? Nuk ka lek me mua, e din. E thaj, se ka e kandidati i Durrësit i PD-s. E din mirë që nuk ka. Iglicara, Po nuk ka, nuk ka me mua. Mankoj e thaj shkrete? Nuk ka. Mankoj në Durrës, s'kemi buk tam. Absolutisht nuk kam ku t'i marrë dhe nuk. Do më japë 200 euro si dako. Sepse un po të ngatroj me këtë temë, i bie që do kem detyrime për haraçet që mund të dëmtojnë po atë popull më vonë. Jo, nuk ka me mua nga këto zinxhira. Liria e të vepruarit kërkon që mos të kesh edhe një gur mbi shpinë, se nuk mund mbaj dot këto gur mbi shpinë dhe të bësh dhe të mirat për brezin. E kupton? Po një individ i tillë duhet. Deri te kafsha e vogël duhet. E kupton? Sepse kanë tallur atë që nuk dua ta them. Gajden. Me popullin shqiptar, me hallin shqiptar, kanë bërë meme, kanë bërë fasad, po pse kemi pasur ne kohë për të marrë me tema për të demaskuar, për denoncuar, për të bërë protesta, kemi lënë punën tona. Dhe këto çka kanë bërë? Postonin foto buguroshe, sykaltëroshe. Apo zhyna. Po me çfarë po tallesh? Me një vend kaq të vogël që ishte bërë për 3 vjet. Me ato fondi që kanë ardhur ishte bërë për 2 vjet. Me dashurinë që kemi e bëjmë për 1 vit. 1 vit punosh për Shqipërinë. Ndryshon fryma, ndryshon energjia, ndryshon brezi. Pse? Se nëse ti jep një shembull që ti punon, aty të kopjoj dhe brezi.
Atë të kopjoj se ashtu e kanë treguar vendet që kanë ndërtuar vendin patriotët. Ti shkon në Hungari, unë jam atlet e Hungarisë. Unë jam njëri që jam in në Hungari dhe në politikën e Hungarisë. Më duan, më mbështesin. Dhe vetëm Hungarinë të shikosh. Pro familjes. E ka ndërtuar Hungarinë saqë kur kalon kufirin midis Hungarisë dhe Vjenës, që ti mendon se Vjena është më e pastër, më e bukur, bari ishte më jeshil në Hungari se sa në Vjenë, kur po lëviznim me makinë. Pra ishte bërë më e bukur se Vjena. Imagjino që Vjena mbahet për një vend estetik. Piktoresk estetik. Do ta mbyll me një shprehje. Jo, edhe një gjë tjetër që mos ta lëm, pse duhet më votojnë. Po flisnim pse duhet më votojnë. Unë do merrem, as nuk diskutohet, me këshilltar ekonomik. Babin e kam pas ekspert kontabël. Kam mbaruar me Fatosnanën në shkollë, në ato vite, specialist, dhe unë do merrem me çmime dysheme tavan. Ne po vuajmë ekstremisht çmimet nga ushqimet, që askush nuk pyet se GDP-n ti nuk e ke pasur kur transparente në Shqipëri, por çmimet dysheme dhe tavan janë shkatrimi i popullit shqiptar, ku askush nuk ka më lek as të ruaj, as të ketë lek për të shkolluar fëmijën, as t'i dalin lek për të bler libra, as t'i dalin lek më për të pasur një kursim, për të bërë njëri, për të bërë një udhtim, për të bërë një kënaqësi, për të hequr stresin. Më kupton çfarë them? Sepse njeriu është i gjithëanshëm. Marsh nga ditët tona o mret. Ti themi Ramës Çmimet dysheme, marsh nga ditët tona. Çmimet dysheme tavan janë shumë të rëndësishme për tu zbërthyer në parlament. Për politikën do mvish posaçërisht për politikën kur të filloj fushata. Më vonë. E do mvish me programin. Edhe do të bëj pyetje, do të dërmoj me pyetje politike. Atëherë, ne kemi ndar detyrat, ne jemi një tavolinë rrumbullakët, jemi një ekip, nuk punojmë si PD-ja që janë më vete. Po Princi Artur. Unë kam shumë miq. Princi Artur më lër ta gjej, mos është kapeloni? Jo, Princi Artur është vetëm një, Altin Goxha nuk ka. Ai është. Ai Po është skemi Eskalibur, nuk ka lind akoma i burr, a kupton? Jo, Eskalibur i shpatës jam unë, do ta thot ai vet. Po më shikonte një video që lëviz shpatën dhe po më thoshte postoje mbrëm. Po Altini është patriot. Dhe të thuash je patriot nga një sy kritik si Dorina është shumë. Dhe patriotët e vërtet janë të pakët në Shqipëri. Kemi ngelur shumë pak. Janë emigrantët më patriotë se sa ne. Janë dhe ato më fryjnë shumë. Kanadaja, mesazhet e Kanadas që më kanë ardhur për fëmijët, mesazhet nga Amerika, mesazhet nga Londra për mbështetje, Australia, kishim në Australi, sa shqiptar kishim në Australi. Më kupton? Nuk po flas fare për Europën, për Brukselën. Do ta mbyll me një shprehje. Më thuaj. Shqipërinë ti mund ta bësh brenda një viti, për 2 vjet, për 3 vjet, 5 vjet ose për 5 vjet. Ja të po ta japet edhe 10 vjet. Po shqiptarët nuk i bën dot as për 1000 vjet, shoqja. Shqiptarët i bën dashuria. Ne jemi popull që vibrojmë. Ne jemi popull me një pozicion shumë të rëndësishëm për sa i përket vibrimit. 3 pikat e hidrogjenit janë tek ne për lidhje me universin 1420. Po. Klikoja. Ne jemi një popull që vibrojmë. Po s'duhet bëjmë, ne jemi një popull që e ndjejmë. Ne jemi një popull informacione për këto. Ne jemi një popull që e ndjejmë dashurinë. Ata e dinë që Dorina e do Shqipërinë. Kaq mjafton. Unë e dua vendin tim. Dhe unë jam njëri krenar. Unë kur dal jashtë, unë dua të jem krenare për vendin tim. Unë nuk ndroj pasaportën. Unë vetëm atë pasaport kam. Po mirë, ke ndonjë njoftë nga Hungaria ta ndroj vllai pasaportën? Po pse duhet ta ndrosh pasaportën? Po ta ndroj unë. Ti do rish me ne. Po ta thot shpendi pse ta ndroj. Ti do ta mbash. Shqifolës do jam. Shqifolës do jam. Ti do ta mbash shqiptar. Pensione do rriten. Aman aty politikanët kur të ndalej para i tregoj atë pasaportën hungareze dhe plas nga balli. Edhe policit që më dalon bon si gangster. Ta shikojmë. Edhe këtyre kaperave ti je kritik i popullit shqiptar. Ne do vendosim një test. Ti do vendosësh emrin e Dorinës në elektorat, ëh? Dhe do shikosh, këto do e votojnë Dorinën apo jo? Dorina nuk është. Do ta bëjmë poll pra kur ta hedh në Instagram. Do ta bëj poll. Do ta bësh ti poll dhe do pranosh collaborationin. Patjetër. 1, 2, po jo, do ta votoni Dorinën apo jo? Për deputete. Po jo. Po jo. Ka shikojmë. Jo mbase nuk e di. Po jo do ta lë. Do lë vetëm 2 dhe do ta shikojmë. Në fakt jeta ime si Dorin, dëshira ime është më mirë jashtë politikës, sepse un jam shpirt i lirë. Me thënë drejtën.
Është misioni, a the që e ke mision. Por një 4 vjeçar duhet. 8 vjet. Për fëmijët. 8 vjet. Për fëmijët. Ja 12 si Rama. Ja dhe 16 pastaj. Se poshtë vetëm si Rama nuk bëhet kurrë. 16, 22. Pse nuk bëhen? Sepse ne dallohemi që fëmijë ndryshe. Të rritur ndryshe. Çfarë përfaqësojmë jemi ndryshe. Me pas një grua në shtëpi, edhe 2 fëmijë, të duhet një jetë për t'i menaxhuar. Imagino sa e lodhshme do jetë të kesh të gjitha gratë, gjithë burrat, gjithë fëmijët e shqiptarëve për t'i menaxhuar ti, jo për 4 vjet. Ndërtojmë strukturë, punohet me strukturë, ta thash, kemi një tavolinë trumbullakët, suportojmë njëri tjetrin dhe punohet me strukturë. Ka projekte që ti mund t'i gjesh dhe të gatshme, të cilat kanë dalë si eksperimente të suksesshme. Mjafton ti marrësh ti zbatosh, mjafton që leku të shkojë në zhvillim, mos të shkojë në guackat e hajdudave. Ku do i marrësh me veten varr dhe sa jetë ke? Ta thash edhe një herë, kupto për çfarë ekzistojmë. Kuptoj për çfarë ekzistoj unë. Për çfarë ekzistojmë? Për mua ekzistenca është vepra e mirë. Shqiptarët ekzistojnë për faraonin. Për mua unë ekzistoj për Mojsiun. Ai është për faraonin. Unë jam për Mojsiun. Në malin e Sinait më ke gjetur, më ke njohur. O zoti mod marr nga ditat tona e. Se ka filluar te viti i ri. Ti japim Ramës, ti inovatori, që e deshën as shqiptarëve nuk e deshën 1 milion veta në 2013, e votuan për kushtet e Kazan, i largoi fëmijët e tyre nga shtëpia, edhe nga shteti, edhe kanë ikur edhe vend ta votojnë prap me vrap si patronazhista. Ti mendon se do kem respekt për këtë lloj race inferiore, për këtë lloj speciesh inferiore? Po un kam respekt për vetëm, se po pa respekt për këta shqiptar. Nuk kam respekt për veten time dhe për mua është dashuria më e madhe jetës së vetja. Çfarë të kam thënë tek podcasti tjetër? Po. Se më mend atë se kemi punuar 3 orë diskutim. Bolla han të parët ata që ka afër. Bolla është krijuar për të ngrënë. Bolla han të parët ata që ka afër. Janë të kapur nga fyti dhe kur duan ta bëjnë një gjë, dhe kur duan ta zhvillojnë një gjë, nuk u lejohet. Kështu është kur bën pakte me bollën, ta thash, unë nuk njoh kompromise dhe vetëm atëherë do të jesh i lirë kur ti nuk bën kompromise. Kompromisi vetëm që kam është besimi im në Zot. Tani, do të kërkoj një gjë, zakonisht e mbyllun emisionin. Do ta mbyllësh ti emisionin duke u drejtuar te kamera? Po. O bul, të lutem pak me regjim vëlla, se ndodh ndonjëherë që flet Dorina, më shikon mua, flas unë shikon Dorinën. Voilà, mademoiselle, madame. Çfarë të themi? Mund t'i thuash shqiptarëve, t'i urosh vitin e ri, po gjithashtu, atë ti thuash diçka nga shpirti jot, çfarë thot shpirti, çfarë do të, sepse unë them që juve inferiorët e vegjël, filloni të respektoni veten, o pacient, se ju zhyty Rama 2025-ën. Unë do t'i them shqiptarëve të mi të mëdhenj. Ata janë njerëz të mëdhenj. Shqiptari ka një fuqi të pashtershme, që ne, kur marrim përsipër një target, ne e çojmë deri në fund. Unë do t'i them, le të bëjmë një herë të vetme një bashkim shqiptarësh, si asnjëherë më parë. Për të bërë një lëvizje, për t'i dhënë një mësim këtyre njerëzve, prepotent, mendje mëdhenj, që futen në politikë nga populli, duke i shitur ta ngërllik popullit. Ata janë në atë karrike për t'i shërbyer popullit. Dhe jo egos tyre, dhe jo bollave, dhe jo Europës. Europa nëse do të na ndërtojë ne, është e mirëpritur. Nëse do të na shkatrojë ne, kurrë nuk do të vi këtu. Pra janë dy gjëra krejt të ndryshme. Nëse vjen një projekt për të transformuar ato pak fëmijë që kanë ngelur në tranca, kurrë unë si prind nuk do ja jap atë të drejtë. Mësoni t'i thoni jo projekteve të ndërkombëtarëve që dëmtojnë popullin shqiptar, etninë shqiptare, trashëgiminë shqiptare dhe atë çfarë kemi në ëndër që t'i lëm fëmijëve një Shqipëri të bukur. Zyrtarisht në 2025-ën ne të dy dolëm anti-amerikan, anti-europian. Jo. Zyrtarisht. Unë jam pro-Trump. Unë jam pro-Trump. Këto janë fjali që çdo trumpist i ka thënë, patrioti i ka thënë dhe ato dolën dhe kundër për pacientët të mund. Pagesës që i shkonte Zelenskit për në Ukrainë, pse taksa tona ne duhet të qëndrojmë dhe të punojmë për popullin ton, për vendin ton. Pse mos të qëndrojë leku ynë brenda vendin ton, pse duhet paguajmë për një luftë. Pra është tipike ajo që po them unë. Unë e dua
të gjithë strukturën e punës dhe qëndërzimin e energjisë për ndërtim në vendin tim, në favor të vendin tim, dhe nëse ka vend dhe hapësirë për të përfituar një projekt i jashtëm në Shqipëri, bujrum pa i prishur interesat Shqipërisë dhe pa prishur etnikën e Shqipërisë. Po me këta gjashtë pionerët e oligarkët që ka Shqipëria, si do t'i kesh raportet? Ç'pun kam unë me ata? Ata do jenë, për mua do jenë targetit të cilët do goditen, absolutisht që do goditen. Absolutisht që do goditen, sepse di çfarë bëjnë ata? Ata përveç se mua më rënojnë ekonominë e mesme, pra kemi një ekonomi të mesme, të varfër, të mesëm, që unë i përkrah shumë të mesmit, sepse janë dhe forcë konservatore, të cilët do mbrenë pronën e tyre, dhe oligarkët. Unë nuk jam pro oligarkisë. Unë e dua të gjithë popullin. Ata janë oligarkë i quajmë neve se kanë kapur çdo lloj cepi të ekonomisë së Shqipërisë. Ata janë biznesmen që militojnë. Po. Thjesht në çdo lloj tenderi e marrin ata. Po, si e kanë kapur, duke dëmtuar duke pastruar lekët e politikës, se shumë e thjeshtë. Jo, duke dëmtuar edhe kë. Duke dëmtuar në shumë sfera ekonomike, kanë dëmtuar dhe kanë hapur krahët me brylat e tyre të ekonomisë së mesme. I kanë dëmtuar dhe kanë ikur. Ka shumë njerëz që kanë mbyllur bizneset, kanë ulur shqepenat dhe kanë ikur. Ata paguajnë që ta mbyllim, ata paguajnë politikën për të hartuar ligje që shkojnë kundër biznesit vogël dhe të mesëm. Patjetër. Për të pasur monopole vet. Po kush nga opozita tha jo? Ndërkaq sepse një pjesë dërmuese e opozitës financohet nga këta lloj oligarkësh. Pa thot shpene dy. Njëjtën luftë që ke ti mrena PD-s, jashtë PD-s e gjitha, kam bërë dhe unë dhe vazhdoj ta bëj unë luftën kundër të keqes që na ka kapur neve, sepse në çdo lloj partie, qoftë edhe Partia Socialiste, ka njerëz me dinjitet mrena. Ka kapur një faktor i cili ka qenë ndikues në shpopullimin e shqiptarëve. Që kanë ikur dhe kanë ndërtuar bizneset jashtë. Pra, te universitetet private. Shkon vendos drejtori apo pronari një universiteti, ministren kushi me mesatare 5 sa miraton ligjin e arsimit lart që e heq nga Instituti i Arsimit Lart universitetin dhe fut në statin. Iku kushi. Mbaroi aq ishte kuklla. Ka vendosur të tani, çfarë është kjo e rinis, ishte edhe e arsimit, kjo Bora Muzhaqi, kjo që ti e ke parë çfarë nuk njihte prindin. Ti e ke parë çfarë ministrish hapen? Sa joan? Po s'minter. A kemi në nevojë për kaq shumë ministri? Po neve kemi nevojë vetëm për 4 ministri. Sa fonde shpenzohen? Vetëm për 4, shoqë. Dhe shpërdoren në këto ministri. Ministria e brendshme, që të ketë ministria e brendshme, të ketë edhe ministrin e mbrojtjes, mrena, pra të jetë një super mega strukturë e madhe, që të ketë digastera. Edhe kultura, se të e brendshme është kultura. Ministria e financave? Ministria e financave, ministria e financave është po prapë shkrirje energjetika, sepse energjetika ndikon financa dhe ekonomia po prapë financa, dhe ministrinë e jashtme. Dhe ministria e bujqësisë. Është e brendshme ministria e bujqësisë. Ministria e bujqësisë është target për mua. Domethënë, puna do të zhvillohet bujqësia në Shqipëri, do të zhvillohet ushqimi bio. Puna e brendshme. Ushqimi bio sjell një tru të shëndetshëm me një popull të shëndetshëm. Puna e brendshme, shoqja, nuk ka të bëjë vetëm me spionazhin e policave dhe të mbash ta debilet që qarkullojnë nëpër Tiranë për 20.000 lekësha për 50.000 lekësha. A kupton? Nuk është ministria e brendshme të vendosësh gjoba qytetarit. Ministria e brendshme është që nga shërbimi inteligjent deri te inteligjenca ushtarake, edhe te pameka tek çat të vin këtu ty, edhe çfarë do lloj gjë që ndodh me kët. Pra, bujqësia e ministria e brendshme. Gjithsesi mua sepse është kontroll mbi kontroll. Atëherë, dua të them vetëm kaq. Për sa i përket ministrive që janë hapur, ke një abuzim të fondeve që shpërdoren kot. Pra janë po lekë të shqiptarëve që iken. Pjesa e individit në parlament, e këtij individit problematik në parlament, si kjo politikë që ne e kemi bërë, po e kemi bërë nga rrjetet sociale. Nëse do bëhej në parlament, a do i shërbente popullit shqiptar për mirë? Kjo është pyetja ime. Unë nuk besoj se këtu bëhen politika për popullin shqiptar. Këtë ta kesh nga shpendje, e kam bindje. Po çfarë kemi bërë ne shpendje? Neve kemi legjitimuar këta. Pra është klasë politike që nuk është se ka ndryshuar. Apo çfarë themi ne, i kopjon PD-ja dhe bën opozitë? Po absolutisht po, edhe kjo mund të jetë. Edhe kjo mund të jetë. Do të çfarë kam shkruar unë i kopjojnë. Edhe kjo mund të jetë. Dhe disa terma që janë përdorur vetëm nga unë që janë të mijat, i kanë përdorur. Edhe kjo mund të jetë, se unë kam gjetur verbin tim që kam qenë autentik te disa politikanë apo disa analistë tjerë që. Po. Metastaza gjona që i përdorja unë, nuk i përdorë një tjetër. Do të thuaj që s'ka shpresë. Për mua shpresa ka vdekur. Unë them që ka. Ose s'ka ekzistuar ndonjëherë. Kurse unë them që ka.
Prandaj është i bukur diskutimi jon sepse ne jemi gjithmonë kundërshtim me njëri tjetrin. Unë dhe ti, unë dhe Altin Goxhaj, ka shumë madje. Kemi disa gjona që mund të jemi miq të rjetën, po që s'kemi për të bërë bashkë ndonjëherë në këndvështrim për disa çështje të caktuara, një ndër to është edhe për popullin. Për mua populli, kam parë Uprising dje në Netflix. Mënyra se si funksionon në perandoria kineze. Njerëzit me stres tulet janë qener. Kaq, do t'i trajtojmë si qener. Nuk kanë të drejta. Sepse paria duhet i kontrollojë. Në momentin që na bie vigjilenca, këta kthehen kundër nesh. Ky është parim që është më i vjetër se historia. Ky po ndodh tash. Kjo po ndodh. Unë nuk kam respekt për një popull, ta thash, nuk kam respekt për një popull që duhet troket xhelatin e vet, o Dorina. Unë atë njeriu që më ka rënë qafë nuk ja fal sot e 1000 vjet më. Po nëse do të thoja që ti nuk i ke dhënë kur figura kredibël që të kenë dhënë prova për këtë. Na ku ja kam dhënë? Kam 4 vjet që më çojnë agent Putinit. Nuk ka djalë më patriot se sa unë, që s'kam vjetur një cent nga fondet edhe nga projekte, kam pas mundësi me vjet projekte pafund. Unë i them Jonat Haber. Ç'lidhje ke ti me agjenturën? Po pikërisht pra. Ja, pikërisht pra. Po pse merresh me çfarë thon? Njerëzit mund të shprehin gjithçka. Ore perceptimi, po them çfarë perceptimi ka.